Avokati Arben Langozi thotë se krimi i organizuar në Shqipëri është një çështje që kërkon vëmendje të thelluar, duke kritikuar SPAK-un për mungesën e veprimeve konkrete. Sipas tij, krimi i organizuar ka ndikim të drejtë në politikën shqiptare dhe përmend dosjen e njohur të Çyrbjes si një shembull të qartë të lidhjeve të thella mes krimit dhe politikës. Langozi thekson gjithashtu se ka pasur dështime në hetimin e këtyre lidhjeve dhe se ka shumë pyetje pa përgjigje, veçanërisht në lidhje me përfshirjen e krimit të organizuar në vendosjen e personave në pozita të rëndësishme politike. Krimi i organizuar, unë dua të them se nuk është se ka bërë ndonjë punë kolosale SPAK-u ashtu siç ata e kanë prezantuar, dhe çfarë do lloj rezultati si pasojë e disa përgjigjeve të kryera, nëse ka krim zgjedhor apo të lidhur me krimin e organizuar, duhet hetohet në bashkëpunim me krimin e organizuar apo mënyrën se si krimi i organizuar është futur në politikë, padyshim është dosja Çyrbja. Duhet hetohet se si krimi i organizuar kishte vendosur të fuste në listën e Durrësit zotin Çyrbja, gjë të cilën SPAK jo vetëm nuk e ka hetuar, por ka dosjen e hapur dhe as që ka marrë mundimin të thras personin e vetëm që e ka pasur në dorë këtë gjë është kryeministri. Kjo do të thotë se krimi i organizuar aq shumë është lidhur me politikën sa që vendos deputet, po ku e dim ne se sa ministra apo drejtori janë vendosur nga krimi i organizuar. E njëra anë i lëm fajtor prokurorët e posaçëm dhe nga ana tjetër duhet i kuptojnë. Janë 20 prokurorë gjysej të cilët janë dhe agent të BKH-s që varen nga ministria. Mos të shikojmë se SPAK-u është i pavarur në çdo lloj drejtimi që ka. Neni 2 e përcakton që kryeministri ka detyrë të parandalojë çdo lloj dëm i të mundshëm, thotë avokati.